Përshëndetje miq. Sot e bona një paralajmërim se do të bëj një video për sonte me materialet merruse, informacionet merruse në lidhje me luftën 700 ditëshe në Gaza, se çfarë është bë deri më sot aty, çfarë është duke u bë pej pardje, një shfarosje totale, edhe e qytetit, edhe e ati rajoni, po edhe njerëzve e palestinezve që jetojnë aty. Bile shkrova pastaj se do ta bëj një farë analize se si i arritin Netanyahu të ndikoj apo të ndihmoj në unifikimin e faktorit musliman në botë. Më në fund ka shenja dhe si arriti që faktorin ndërkombëtar ta kthej kundër vetvetes. Teksa po përgatitesha që t'i grumbulloj informacionet ta bëj sa më thokt, papritmas duke i lexue komentet siç gjithmonë i lexoj në këtë status, e pash një mik aty kishte komentuar duke më porositur që të rri aty ku jam e mos t'i trazoj njerëzit, sepse njerëzit janë në pritje të ardhjes së Mehdiut, i cili po vika me i shpëtue besimtarët. Pa marrë parasysh, e kishte për një mend, apo po ironizante, unë dua të dal jashtë temës së paralajmëruar, megjithëse që aty sillet krejt biseda, dhe ti përgjigjem këtij miku dhe të gjithë atyre të cilët seriozisht besojnë në ardhjen e ndonjë Mehdiu prej qielli, që paska me na i kry neve punt e ne me duar në gjepa e me duar her të drejtuar ka qielli, të presim ardhjen e Mehdiut apo të Isait a.s. apo të ati tjetri, e na pastaj si bosa me dur në gjepa, si musliman që qenë kemi pas me bo fet dynjajen. Dëgjoni miq, t'ja shpjegoj, unë e kam folë edhe përpara për këtë temë, po ju them të vërtetën, më nxiti që ky koment. Sado që ironizonte apo e kishte sinqerisht, por unë e di se një numër jo i vogël i shqiptarëve, i besimtarëve musliman, sinqerisht besojnë, a mundi me besu jo, se sinqerisht besojnë se ka me ardhur një farë Mehdiu me na i krye punët tona. Me i mytën qofart, me bo këta, me bo fet dynjajen, me bo na, pse pas me thonë eshhedu en la ilahe illallah, pe marrë shumë botën dorë edhe pe fitoj shumë ahiretin e gjennetin. Hadithet që flasin për këto mesele, si dhe teorit e tjerja për ardhjen e shpëtimtarve për muslimanve, të Isait a.s. gjithashtu, zakonisht marrin hav dhe fillojnë të trajtohen në dy kohë, në dy momente të caktuara. Një, kur muslimanët, besimtarët e humbin fuqin e tyre dhe nuk janë më në gjendje të bëjnë asgjë për veten e tyre, kur e humbin fuqin në faktorin njeri dhe detyrohen pastaj që t'i kthehen shpresave të tyre e besimit të tyre se po bika një shi shpëtues, si që qunë Kurani shi, e përmend me një vend Kur'an, se po bika një shi, figurativisht po them, shpëtues prej qielli dhe po na bëjka jetën super në tokë. Dhe dy,
këto hadithe, këto teori marrin hov, bëhen objekt trajtese të njerëzve, të hoxhallarëve, të pseudo-dietarëve e sidomos të konspiracionistëve mashtrues, atëhere kur besimtarit e humbin besimin e vërtet në Allahun e Madhreshëm, kur largohen atë shumë nga mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur largohen dhe ju mjegullohet atë shumë leximi i drejt i përpjekjeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ishte munduar dhe po mundohej gjatë gjithë jetës së tij për ta sëndërtuar jetën e vet të gjeneratës së parë të besimtarve dhe duke e lënë hadithin si trashëgimi, duke e lënë mënyrën, metodën, filozofien se si të zgjidhen problemet në kohë të ndryshme deri në ditën e Kiametit. Pra, këto hadithe fillojnë të marrin hov në këto dy raste, sidomos në rastin e dytë. Pra, atëherë kur muslimanët e shtrembërojnë besimin e tyre në Allahun e Madhreshëm, që i bie për rastin konkret kur fillojnë t'i deformojnë ajetet e Kur'anit të cilat flasin për fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha, liçmërit e natyrës të cilat Zoti të tilla i ka krijuar. Dhe vetëm nëse kuptohen mirë ato, analizohen, implementohen në jetë dhe krijohen kushtet, se ndërtohen kushtet dhe jeta që pasi të kuptohet natyra të hecet përpara, dhe e dyta pra, kur besimtarët musliman, duke shtrembëruar sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke i shtrembëruar hadithet e tij, duke përdor edhe hadithe të dobta, daife, duke i mashtruar besimtarët, duke mos e njohur atë mënyrën se si ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, besimtarët lëshohen në shpresa të rrajshme se Mehdiu del nga Horasani, nga Gilani, nga Prishtina, a Tirana, a Stamboli, nga Damasku, dhe po shkojka edhe në Gaza dhe po i shpojtojka ata palestinez, mos t'i them kësaj radhe të mjerë, por ata palestinez heroik dhe atë gaz heroike. Nëse i referohemi jetës së Resulullahut, pra nëse e shfletojmë historinë e jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, a e dini jo o miq se nuk gjejmë as edhe një, ama bash as edhe një të vetmin moment apo fitore që ta ketë korr Muhamedi alayhi salatu wasalam, duke shpresuar në ardhjen e diçkafit nga qielli dhe atë ta ndihmonte në misionin të cilën e kishte hedh mbi supët e tij. Kur pejgamberi nuk ka shpresue në ndihmën e ndonjë pejgamberi, apo në ndihmën e ndonjë superfuqie që po ardha nga mbretëria e qiellit dhe do t'i ndihmonte atij. Përkundërzi, ja eyyuhal muddaththir, i kishte thënë Allahu xhalla shanuhu, kum fa anzir, o ti që po i friksohesh jetës, o ti që i ke nga fushbeteja në bisedë me Xhibrilin aty, për ta marrë misionin nga ai dhe mësimet që ti se ndërtojsh në jetën tënde, ti që je mbulue me batanije. Kum fe enver, lëviz prej atyhet.
se vetëm pasi televizësh, ti mund ti qash akullnajat e jetës. Ti mundesh vetëm si i til ta bësh shkretëtiren e pa anë, të adheu tënd vend të banushëm. Vetëm me kumfe endher, lëviz prej atyhet, mos prit që të vjet dikush dhe të nimon prej qeli, vetëm kështu ti do të bësh revolucionin e papar në historin e njerëzimit. Dhe pejgamberi me shokët e tij së bashku, me ata 10 mubashirine bil janna, të cilët ishin përgëzuar me xhennet sa ishin gjallë, së bashku me këta 10, vetin 11 dhe me mirat e tjerë, të cilët do të pasojnë rrugën e tyre si gjenerat e parë, arritën të bëjnë revolucionin më të madh në historinë e njerëzimit. Kur, pra, edhe njëre po e përsërite, nuk shkruhet, nuk e ka thonë pejgamberi, të ketë arrit ndonjë sukses, apo të ketë zgjidhur ndonjë problem, apo të ketë dalë fitimtar me ndonjë sfidë të jetës, duke shpresuar në ajet, në Mehdi të ndryshëm që mund të vinë nga qielli. Filozofia e Mehdiut dhe Mehdihve, meq të dashur, nuk është çështje vetëm e Islamit. Për Mehdiun flitet edhe në krishterim para Islamit. Për një farë Mehdiu që vje prej qiellit, lope kuqe e bardh veç andej këndej, loj marifeti e mohalife, edhe të hebrejt. Për Mehdiu, një lloj Mehdiu se vije nga qielli, flitet edhe të hindusët, edhe të civilizimet e tjera. Kjo ide, pra, kjo ide është edhe nga fet dhe popujt para muslimanit, para islamit, para se të vije shoqëria muslimane. Do t'i ketë ditur këtë çështje Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe për të treguar se është pjesë e procesit të zhvillimit njerëzor, ai përmend hadithe të tilla. Nuk i di autenticitetet e haditheve të tilla, por unë e di një gjë tjetër 100%. 100%. Se këto çështje kanë të bëjnë me gajbijatet. Çështje të cilat lidhen pra me ato që janë transcendentale, metafizike, matan që ti muri që e kam përpara. Dhe ti, me që nuk e sheh, nuk e lexon, nuk e dëgjon, se çka për te i muri andej në terr, ti i kije 2 rrugë përpara. Ose ke me i besue, ose ke me e refuzue. Racionalisht është e pabesueshme, e pamundën që në Islam të ketë një princip të tillë që po u dashka me pritna në ardhjen e Mehdiut për ta çliruar dhe Gazën dhe për t'i shpëtuar muslimanët. Megjithatë, në fe nuk është çdo gjë racionale. Ka diçka edhe përtej empirikës, përtej racionales, përtej ligjeve të natyrës. Ka diçka përtej gjithë asaj është Allahu i madhreshëm, i cili sipas normave, mësimeve islame di dhe ka fuqien, mbas edhe vullnetin kur do, që t'i thej ligjet e natyrës të cilat ai vet i ka kriju dhe vet i ka vendos aty. Çështja jon, përgjegjësia jon është që ne të rrekemi për ato mësime, për ato ajetet e Kur'anit dhe për mësimet e pejgamberit, të cilat frymëzojnë aktivitetin, të cilat e ngjallin ambiciozitetin e njeriut. Ato t'ua shpjegojmë njerëzve. Me to t'ua prezantojmë dinin e Allahut, islamin e Allahut të madhëreshëm,
këtë fe të madhërishme, të cilën e dërgon rahmeten lil alamin, mëshirë, udhërrëfys, Alif Lam Mim, dhalike l-kitabu la rejbe fi, hudan lil muttaqin, udhërrëfys për ata të cilët i besojnë se kjo fe vërtet ka ardhur për të ndriçuar errësirën e jetës, për t'i mund dhe dal fitimtar mbi sfidat e jetës, për t'i mund armiqet e njerëzimit, për t'i mund djajt, për t'i mund ata të cilët po bëjnë çfarë nuk është parë në historinë e njerëzimit. Jo duke prit në ardhjen e Mehdiut, por duke i përvjel krahët. Rap, si që ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam, prej momentit kër i thët Allahu kum fe endher, qu prej tuhet, nuk jeti i kryum për me nej gjithë ditën në shtrat, nuk je i kryum për me nej gjithë ditën në gjami, nuk je i kryum gjithë ditën me bo dua, o zot zgjidhmi problemet, po duaja është komunikim specifik mes njeriut dhe Allahut të ti, është shumë e rëndësishme komunikimi, duaja. Unë e kam thonë, vahje është komunikimi Allahut vertikal nga lartë poshtë, ndërsa duaja është një lloj vahje, një mënyrë e komunikimit specifik, shpirtnor, midis njeriut nga poshtë, vertikal ka Allahu i madhreshëm. Duaja duhet të bëhet vazhdimisht, por duaja vetëm si dua, kaulije, vetëm si dua me fjalë, nëse nuk i bashkangjitet edhe aktiviteti fizik, vështirë është puna. Ka një keq kuptim të islamit aty. Ashre mubashirine bil gjenne, ata 10 të përgëzuarit me gjennet. Nuk janë përgëzu me gjennet vetëm pse i kanë besue pejgamberit, e kanë nejt me pejgamberin, e kanë dasht pejgamberin, e kanë qenë të moral shumë deri në atë pikë, sa sigur Zingarli Baba, ai që tregohet në Stamboll ka hec, zile ka pas, të ledhta të zojt e kamve, zogu i kamve, s'këndej, ka hecen me bo zile për shka qasi evlijaje, qasi moralshme pas ka qenen, që bubrecat, insektet të dëgjojnë zilet dhe të ikin që këm mos me i shkel. E moralshme në islam nuk është kjo. E moralshme në islam është ajo të cilën e vepron pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kuptimi i ligjshmërisë së Allahut, vepra, puna jonë sipas urdhëresave dhe largimi sipas ndalesave të Allahut. Dhe ai pastaj jeta e tij që të jetë simbol. Çfarë simboli është ai? Është ai i cili për një kohë 23 vjeçare, po e përsëris edhe një herë, e bën revolucionin kulturor, fetar, moral, njerëzor, ushtarak, shkencor, më të madhin që ka ndodhur në historinë e njerëzimit dhe kur më nuk ka më u përsëriten. Revolucion në të gjitha rrafshat e jetës, që ta ashre mubashirine bil gjenne, që ta 10 të përgëzuarit me gjennet e fitojnë gjennetin, sepse e kuptojnë jetën, ashtu si që porosis të pejgamberi dhe si që shihnin atë, se dohet përvjelur, kum fe endher, lëviz o vlla, fizikisht lëviz, dhe kry problemet e tua. Nuk mbahet mend në historinë e jetës e pejgamberit, nuk shkruhet kurkun, përveç të këto gjahil, si që i dëgjojmë edhe sot, dit e natë që na flasin jo Mehdiu, jo Dejjali, jo ai tjetri, jo Isa, jo Vici, jo Lopa, konspiracionist dhe të tjere që ju besojnë këtyre teorive mashtruse në kohë të caktuara. Mashtruse mund të jenë të vërteta, hadithet mund të jenë të vërteta, prapë po them, nuk e di autenticitetin e tyre, por të futen në tregun e besimtarve, shpresat se do të vije dikush nga nalt
e do të na i zgjidh problemet në kohën kur ne dohëm wa'iddu mastatatum, siç thot Kurani, të përgatiteni në mënyrën më superiore që ta trishtoni armikun e Allahut dhe armikun tuaj. Wa'iddu, po thot Kurani, përgatituni, shkollohuni, prodhoni, zhvilloni industrinë e nasës, të industrinë e armatimit, e të kulturës, e të shkencës, e të moralit, e të rregullit, e të respektimit të kohës, wal asr, betohet Zotin në kohën, aq e shtrenjtë, dhe nëse i shqiqon gjeneratën e parë të besimtarve, të cilve Allahu ju tha, kuntum khajre ummetin ukhrijat linnas, jeni gjenerata numër 1, e papar dhe e papërsëritur në historinë e njerëzimit. Pra bëhuni si ata, vetëm duke punuar dhe vepruar, e jo duke pritur ardhjen e Mehdiut, se neve po na ardhka edhe po na i zgjidhka problemet tona. A mund të besoni ju, miq, se pejgamberi nuk i korr këto suksese gjigante në historinë e njerëzimit veç pse ishte pejgamber. Jo, për shkak se si pejgamber i kishte kuptuar urdhresat e Allahut, ligjet e jetës, bëhet i suksesshëm. Andaj bëhet edhe njeriu më i dashur tek Allahu i Madhreshëm. Pra, sukseset e tij i atribuohen punës së tij, siç e porosit Allahu i Madhreshëm. Dhe Allahu të porosit që ti ta kuptosh jetën, të përgatitesh për jetën, të përgatitesh për një ditë në të cilën lindjen e mesme, vendin e muslimanëve, aty ku kanë zbritur pejgamberët, aty ku janë përhapur 3 fetë qiellore, aty ku ka lullzuar Islami, do të vijë një ditë, përgatituni para ditë kur do të coptohet si është mazi dhe gazëm pastaj do të bëj një kasaphane të papar në historinë e njerëzimit. Vetëm duke e ndërtuar jetën, pra botën, jetën tënde në këtë botë, mund të shpresohet se ti do ta fitosh edhe mbretërinë e qiellit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur shkon në qiell, super luksoze jetën, pa probleme, pa ballafaqime me njerëz, me shpifje, me linçime, me tentime për vrasje, dhunë familjare nga familjarët e tij, dhunë mbi te, mbi familjen e tij, mbi bashortët e tij, dhunë gjithandej. Pejgamberi kur shkon atje, asnjë prej këtyre nuk e ka, jetë luksoze. Megjithatë, i lutet Zotit që ta kthej sa më shpejt në Mekën e tij. Aty ku kishte lindur, ku kishte lozur me guralecët e zallit të Mekës në hijen e Qabës. Aty ishte rritur pejgamberi. Vendi ku ka qenë Qabja dhe ku është, atë botë ka qenë, të them, Brukseli i tanishëm. Transaksionet tregtare, ekonomike, marrëveshjet më të mëdha midis superfuqive janë nënshkruar në hijen e kësaj Qabe. Qabja ka qenë, çaj gadishulli arabik, epicendra rreth të cilit janë sill dhe kanë luftuar edhe 2 perandorit më të mëdha të asaj kohe, të cilat i mund pejgamberi alayhi salatu wassalam. Perandoria bizantine ka perëndime dhe perandoria persiane, sasanide ka lindja. Pejgamberi i vetëdijshëm se ka probleme të tilla në tokë, megjithatë i lutet Zotit edhe i thot, o Zot, kthem në tokë. S'paku kështu shpjegohet në për libra islam. Dhe Zoti e kthen. Për shkak se e ka ditaj që ka marrë mision për njerëzit të cilët jetojnë në tokë. Se me ta do të ballafaqohet. Atyre do t'ju ndihmoj, sepse
Thot, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. O Zot, nëse tim ke dërgu mu, që shumë ke thanë, që moralin njerëzor ta qoj në pikën më të lartë të mundshme, që të atregoj rrugën, mësimet, se si duhet jetuar dhe si duhet se ndërtuar një jetë ku ti nuk mbetesh vetëm në umër, atëherë o Zot, kthem tokë, mos u mlen në qiell, dhe pejgamberi kthehet në tokë, e nis, e vazhdon misionin e tij, e punën e tij, pa shpresuar as pak se do t'i vi dikush nga jashtë, do ta ndihmonte kur leqitej, kur dhunohej, kur rahej, kur gjuhej me gur, kur ja vrisnin miqt, kur bëhej gjenocid nga Sasanidët, e Persianët, e Bizantinët, e mushrikët e Mekës mbi familjarët dhe shokët e tij, të cilët aq shumë i donte. Muhamedi alayhi salatu wassalam, pra, përderje po flas për punën e Mehdijut që po u prit ka, me ardhen pej Horasanit, ja Gilanit, ja Prishtinës, Stambollit apo Damaskit, kur nuk ka ushqy iluzion se Mehdiju, cili do qoftë ai, me çfarë do emërtimi apo cilësi, do të vi dhe do t'ju ndihmoj edhe gjeneratës së parë. Por i mësoi ata gjigant, krijuan universitetet e para, akademit e para, shkollat, biblioteka, shtyp shkronjet, letra u zbulu, filloi të përhapet Islami sikur era, në mënyrë marramense të shpejtësisë, dhe vetëm duke i besu asaj të cilën e kishte porositur Allahu. Ti vëlla dosh me i krye punët e tua. Pra, shpëtimi i besimtarve, i Gazës në këtë rast, është i njëjti siç ka qenë shpëtimi i besimtarve dhe i Mekës dhe Medinës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dohet përpjekje, dohet unifikim, sepse Allahu në surën El Mu'minun, ju kujtohet sigurisht, e kam shpjegue në disa video dhe për hir që të demantoj besimin e rrejshëm dhe mashtrimin perfid që po ju bohet besimtarve të këtij vendi këto, shqiptarve të me ardhje të Isës, e të Lopës, e të Viqit, e të Mehdijut, dua tua rikujtoj edhe njëherë. A e dini cilët e çlirojnë Mekën? Mehdiju apo qëta të cilët në mënyrë tekstuale të them, e i përmend Kur'ani. Qad eflahal mu'minun. A dini ju që po më dëgjoni tash, ju miq, cilë besimtar do të fitojnë në Gaza dhe gjithandej në çdo cep të botës? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët me Allahun e vet e mbajnë një lidhje të përkullur, një lidhje të sinqert, një namaz, një formë namazi që nuk mund të shkëput besimtarin, besimin e besimtarit në Zotin, as një joshje, as një mashtrim, as një dhunë dhe as gjatë tjetër. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Kategoria e dytë, ata të cilët nuk bojnë llafe kote, ata të cilët nuk e shpjegojnë ardhjen e Mehdijut se po vjen dhe po i shliron besimtarët, se do ta ndihmon Gazën. Anil lagwi mu'ridun, ata të cilët largohen nga shpjegimet dhe nga llafet kote. Fjalën lagv këto, një numër jo i vogël i kolegëve të mi, kur flasim për muzikën se është haram, e lidhin se lagv, fjalë e keqe që nga puna për muzikën. Ndërsa, në fakt, fjala lagv është
çdo fjalë e cila nuk ka dobi për njeriun, çdo fjalë e cila e stopon përparimin e njeriut, e ndry dhe dryshk ambicjen e njeriut, çdo fjalë, çdo shkrim, çdo ligjerat, çdo emision në televiziv, çdo lloj muzike, çdo lloj interpretimi çfarë do qoftë, prej të cilit nuk ka dobi, por ka vetëm dëm. Lagv, pra kur thot Allahu, largohuni ata të cilët largohen prej të këqijave, prej fjalëve të këqija. Lagv, ajo që është e urrejtur, e shëmtuar, ka të bëjë edhe me veprat e njeriut. Shpëtimtar tek Allahu, e çlirojnë Mekën, e çlirojnë Gazën, e Kosovën, e ata të cilët nuk bëjnë vepra të cilat i dëmtojnë të tashmen dhe të nesërmen e tyre. Walladhina hum lizzakati fa'ilun, edhe ata të cilët nga pasuria që e kanë, nga dija që e kanë, nga ata që javë ka dhënë Zoti si dhurat dhe si shpërblim për punën e tyre, e ndajnë me të tjerët. Në mënyrë që duke e nda në emën të Allahut, në emën të humanizmit, në emën të njerëzorës, jo për ndonjë përfitim perfekt, mashtrues, po të ndihmoj që ti nesër të ma kthesh mendim. Walladhina hum lizzakati fa'ilun, ata të cilët pasuritë e tyre, dhuntit e tyre nuk i mbajnë vish për vete, dhe nuk i shpërndajnë vetëm nëse mi për donacion mua, nëse paguhem nga ndonjë donator. Jo, për shkak se e ki të obligushme lizzakati fa'ilun, me e dhanë, me e nda me njerëzit atë të cilën e ke fitu ti dhe të cilën të ka dhuruar Allahu. Walladhina hum li furujihim hafidhun, ata të cilët janë të moralshëm, i ikin amoralitetit si kur prej gjarpnit. Vazhdojnë ajetet më poshtë, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, edhe ata të cilët i ruajnë me precizitetin më të madh kontaktet, duat, namazet, lidhjen gjenetike, shpirtnore, mendore me Allahun e tyre. Jo sot me bo kështu, e një javë ditë ma jo. Kur t'jam në zër, o Zot, kur t'jam i fuqishëm, vete ku mbohe, me thanën. Jo, kontakt kontinuel me Allahun e madreshëm. Pastaj, thët Zoti në Kur'an, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, edhe ata të cilët emanetet, të cilët i kanë marrë mbi supët e tyre. Çfarë do qoftë ai emanet? Se cili merr emanet, përgjegjësi është fjala. Përgjegjësien që e ke e ruan shumë, dhe e çon në vendin e vet në mënyrën më precize, në mënyrën më të kujdesshme, në mënyrën më të sinqert. Ulaike humul warithun, që ta njerëz e çlirojnë Mekën, që ta njerëz e çlirojnë Gazën, që ta njerëz dalin fetimtar. Kad eflahal mu'minun, pra të shpëtuar, fitimtar, ata të cilët ulaike humul warithun, që e trashëgojnë mbretërinë e qiellit dhe që e kanë hak e meritojnë mbështjetjen e Allahut, janë përveç të tjerave kategoritë të cilat sapo i përmenda. Pra, Gazën heroike, Allahu i ndihmoft atij populli atje, atyre besimtarve atje, atyre njerëz somund, qëndrestar, që s'po mujnë edhe ushtrit më të mëdha të botës me i largu pe atje. Hiq ma larg se sot, njani kish dal një i ri aty, prapa krejt kufoma. Këto kemi lindur dhe këto do të vdesim nëse e ka shkruar Allahu i madhreshëm. Nuk keni me mujtën me na largu pe këtuj, të vdekur po, me u taku sa ma shpejt me Allahun e madhreshëm, por me lshu e vendin këto, me ik, me trena,
e me aeroplana, e me shku atje, vallahi kur jo dhe billahi kur. Nuk kena me lëshue Gazën. Pra, Gazën nuk mund të ndihmojnë. Heq, as Mehdio, as Dejjali, as Isa, as ai tjetri, as i treti. Por vetëm njerëzit të cilët e kanë kuptuar që në start se fitoria arrihet me djerës. Fitoria ndaj armikut arrihet duke u përgatitur. Paraprakisht. Fitoren, kad e flahal mu'minun, nuk janë besimtar që fitojnë ata të cilët hargjojnë me miliarda euro në garë cili po i ndërton ndërtesat më të mëdha, cili po i ka makinat më shtrejta. 42 miliard dollar në vitin 2024 jenë shpenzue me shkue në haqë. Edhe po aq jenë shpenzue me shkuna për umre, kur pa unal kompanit e umrës, jo vetëm prej neve këto, po pe kej gjithë botës ka marë havë. 80 miliard dollar muslimanët i kanë hargjue për një vjetë, për me shkue në haqë edhe numre. Në kohën kur ti obligohesh, që kur dëgjon se një fqi joti është duke vdekur urije dhe ka nevoj për ty, s'paku mos mush me bo asgjo a gjenat dit bre. Ndjeje atë dhimbje, ndjeje atë gjendje të ati vlau tanë besimtar në Zotin, të asaj qenje njerëzore. Darsma me qindra mijë euro, me 10.000 euro hargjime enorme të i shpenzue shqiptarët. Dhe këndej, del pasaj në gjami aty në safin e parë. Del duke bërtit se unë e këndej e unë atë. Aj, hargjan me rakije, me qraki, në për darsma, kë hargjan lukse, të shku ka 3-4 herë në umre, sepse po knash në të shku atëherë. Kur ka qenën umre, shkuarja në haqë edhe në umre, ma e përhapur se qëto 3 vjetë të fundit. Kur në historinë e islamit. Dhe kjo nuk është arsy e rastishme. Kjo bohet në mënyrë të qëllimshme që besimtarët të knaqen dhe të vetë knaqen edhe në atë kohë kur ata duhet të qajnë së paku, të agjerojnë së paku, për të nda gjendjen e lahtarshme që është duke ndodhur në Gaza dhe gjithandej. Unë, meq, nuk jam prej atyre këto me dale me shit men se po di, apo me shit iman temin. Me thonë se valla është përhap mendimi, është bo evident Mehdio ka më këthyje, pastaj kukush ka tha hoxha, parke Mehdio e sene, të marrët, ata të cilët nuk po i dëgjojnë, fjallet e mia ka po i shpjegoj, dhe ata të cilët paraprakisht me predispozita hipokrite, idioteske, paraprakisht të përgatitur që fjallet e mia ti keq interpretojnë. Nuk jam prej atyre që e kom dert nëse duar të rokiten apo nuk duar të rokiten. Nëse shpifin edhe më tutje gjahilët apo nuk shpifin. Objektiv jemi është që të ndaj me juve ate të cilën unë e kam nxanë dhe fitu gjatë jetës ime. Me njerëz vallahi edhe billahi. Me mund vallahi edhe billahi. Ato libra, ato pun, ato kontakte, ato përvoja janë fitu. Jo të nejtë në kokër shpinës apo në saft par gjamis edhe të thonë, o Allah, dërgona nimetet e tua se na s'pomujmë, na besojmë fuqien tane. Dërgona i Mehdion, let na shliron e let ta ndihmon Gazën. Jo, për kundrazi. Jam nga ta të cilët kam besuar që nga fillimi, se fitoria dhe suksesi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, andaj nuk kalanën në kohën e tij e gjeneratës pare, kur kush s'ka mujt mi shkel muslimanët në qafë. Për kundrazi,
i kanë lavdru dhe kanë prit në radhë me u taku e me u fotografu e me marrë selfie me besimtarët e asaj kohe. Sepse ishin fuqi, ishin frymëzues, ishin të moralshëm, ishin ambicioz dhe reflektonin vetëm pozitivitet. Në videon e radhës, teknikisht dhe me statistika do të shpjegoj atë të cilën e kam paralajmëru. Deri atëherë, natën e mirë, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.